pse vazhdojnë të mungoj pra ajo që quhet pema minerare e shfrytëzimit galerive, e cila në fakt përbën arsyen kryesor, burimin kryesor të aksidenteve, shpesh herë me pasojë vdekjen të minatorëve brenda galerive, pse pas sa vitesh, 35 vitesh, ende nuk kemi një pemë të qartë shfrytëzimit dhe vazhdojnë ndodhin aksidente të tilla. E dyta, pse niveli i kërkim zbulimit të mineraleve në vendin ton është inekzistent. Pra janë shfrytëzuar për dekada të tëra burimet e njohura dhe çfarë masash parashikon, le të themi, qeveria ose ministria juaj, qoftë për ta nxitur kërkim zbulimin nga pikpamja e buxhetit shtetit, qoftë nga aktorët privat të tregut, të cilët për hir të së vërtetës përballen me një sër pengesash burokratike për të marrë lejet e kërkim zbulimit, që kanë të bëjnë qoftë me lejet mjedisore, qoftë me servitudin e tokës, pra e sa tjera. Dhe pyetja e tretë lidhet me faktin që ka raste të aktorëve privat të tregut, të cilët e kanë marrë lejen për shfrytëzim dhe nuk e kanë përdorur atë, pra nuk kanë prodhuar mineral për vite e vite të tëra. Pse lejohet një praktikë e tillë, e cila në thelb i bllokon lejet dhe në një farë mënyrë e monopolizon tregun, duke pamundsuar që një leje shfrytëzimi ta marrë një subjekt i cili ka ndërmend të prodhojë mineral. Faleminderit.